Notarët e ekipit Shkodra Not, të cilët janë përfaqësuesit zyrtar të vllaznisë, vazhdojnë paraqitjet e mira jo vetëm në aktivitetet kombëtare, por edhe në ato ndërkombëtare. I tillë ka qenë edhe kampionati ndërkombëtar Neptune Cup, i zhvilluar në Shkup të Maqedonisë së Veriut, ku notarët e vllaznisë, të drejtuar nga trajneri pasionant Kol Shiroka, spikatën me rezultate shumë pozitive. Pjesë e kampionatit ishin 29 klube nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia dhe Bullgaria, me 589 notar përfaqësues. Ekipi Shkodra Not u përfaqësua me 10 sportistë: Viki Tafruku, Joel Golemi, Skerdi Kroni, Adriel Marku, Klea Dedi, Frederika Rotani, Angelo Rotani, Herta Mima, Melodi Mimaj, Gjergj Miria. Në veçanti spikaten Viki Tafruku, Joel Golemi dhe Frederika Rotani, të cilët arritën të fitonin 10 medalje për ngjyrat e vllaznisë. Nga këto, 6 medalje i përkasin të Viki Tafrukut, e cila fitoi 4 medalje argjendi dhe 2 medalje bronzi. Me këto rezultate, Viki Tafruku u rendit sportistja e tretë më e mirë femër e kampionatit dhe e dyta për moshat. Ndërkohë, notari tjetër i talentuar, Joel Golemi, fitoi medalje të artë në disiplinën e 50 metër delfi, medalje argjendi në 50 metër stili lir dhe medalje bronzi në 100 metër delfi. Në listën e medalistëve nga ekipi i vllaznisë në kampionatin ndërkombëtar Neptune Cup, të zhvilluar në Shkup të Maqedonisë, ishte edhe notarja e re me perspektive, Frederika Rotani, e cila fitoi medalje bronzi në disiplinën e 50 metrave bretkose. Rezultatet pozitive të kampionatit ndërkombëtar të Shkupit, por edhe ato të mëparshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, e kanë bazën tek puna këmbgurse, profesionale dhe plot pasion e trajnerit të vllaznisë, ish notarit kampion Kol Shiroka.